Një debat i ashpër ka ndodhur në ferma VIP 3 ku konkurrenti Klodi Dedja ka kërcënuar me jetë Ermiona Lekbellon. Gjatë debatit me tonet e larta Klodi paralajmëroi Ermionën të mos përmendte të afërmit e tij, duke e kërcënuar atë se nëse e bën, asaj do t'i fluturoj koka. Mos më fol për njerëzit e mi të dashur se do të fluturoj koka, po të them, i është drejtuar Klodi Ermionës. Shkak i debatit mes dyshes, i cili agravoi deri në kërcënime, mësohet të jetë në bërë komentet e fermeres për takimin e Klodit me partneren e tij në ferma VIP 3 që ka bërë bujë në rrjet. Ndërkohë, video e përplasjes së ashpër po bën xhiron e rrjetit, ndërsa përdorues të shumë të internetit kërkojnë përjashtimin e menjëhershëm të Klodit nga ferma VIP 3. Pjesë nga debati. Ermiona: ashtu ti thuaj të dashurës tënde, jo mua, të vjen era goja, mos mu afro. Klodi: me njerëzit e dashur kujdes se të heq kokën, të thash. Ermiona: hajde hë një herë, ma hiq kokën. Klodi: me njerëzit e dashur mos provoko. Zhduku nga ky vend, se s'kemi nevojë për mbeturina si ty, që vinë në Shqipëri si plera. Ermiona: kush po flet për Shqipërinë, mbyllë halen. Klodi: mos më fol për njerëzit e mi të dashur se do të fluturoj koka, po të them. Ermiona: ta shikojmë një herë se kujt do t'i fluturoj koka. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.